dita jonë, dita më e bukur e javës, dita e gjuma. I falenderojmë Allahut, atij kofshu falë për gjitha sukseset cilat i mori Zot na jep në këtë botë, edhe gjitha pengesat cilat na vinë si rrjedhoj e caktimeve dhe të kaderave të Allahut. Në të hanën, kom pas një kontrol rutinore në Stamboll, Turqisë, e dashur Zoti mund të sprovona me një mbyllje të kanalet të zemrës që diktoj që të hyjë drejt për drejt në një intervenim i cili nuk ishte edhe i lehtë si procedurë. Ata që kanë përjetu ma besojnë 100%. Ata që nuk e kanë përjetu, inshallah kurse përjetojnë. Amin. E lusë Allahun më në animu, edhe më në e të fillu, i kom shtu me rahmetin Allahut, unë kom pasë edhe një ndërhyrje në 2021 që e dini të gjithë, po kësaj radhe mu ka ndërprej zemra gjatë procesit të koronografisë. E pastaj kthimi në jetë me elektroshok, me ato pegullat, është hera parë që kom përdor, edhe kom provu, shumë e ranë, inshallah prapë nuk e provoni kur, Zotin ka kështu. Erdha se nuk mujta më najt pa juve, se kam të drejt pushim mjekësor me pas, edhe meritoj. Mirë po, hytëve nuk do të moj me majt, a hytëve do të amon nipja, e nese, e ne kalim qasët bukura e jeta vazhdan. Planin për me renovu gjamin, ne e kemi, do të renovujmë, me anë të do t'ja njësëm. Për unë o zëtë të poqa teken, amanet për anë njën, renovëne, edhe rune, së është emanet i Allahut. Islami ecë për para, së është i Allahut. E ne do t'jemi pysumeqarë të ti, për të mirën e popullit shqiptarë. Shqiptarëve po hi më konë besimtarë, më konë të vërtet, edhe më konë të bashkumë. Kemi drejt me pos mendimet ndryshme, ama mbi të gjitha, mendimin e mirë për Allah do ta kemi të unifikum. Qito, të mu shumë me pos, na i ndrejsh Allahu punë tjera. Ju du për hirtë Allahut. Allahu akbar, o lillahi l'hamd. Ushtari, adem jasharet nuk dërzohet. Besën e Allahut, me Allahun, prej Allahut ta Allah. Faleminderit shumë. Wassalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Rahmanirrahim, të dashur vllazën, shumë të nderuam dhe të jetë respektuam, i lutem dhe i përgjerohem madhërisë së tij, shumë selame dhe shumë salavatet për zemrat ai dërgojmë vulës pejgamberisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të bekuar, shokëve tij të nderuam dhe gjithë besimtarë, të gjithë ummetit pa dallim deri në ditën e Kiametit. Me lejoni t'ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame, me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Në bazë rekomandimit të mjekëve që pata para 2 javë parafërsisht në intervenim në zemër, nuk kam të drejt me ligjeru 2 gjuma deri në 3. Gjumon e kalume ishte nipi e nese, Allah e shpërbleft, sa do shënderë dhe respekt për mu, pastaj për krejt gjematin tonë që shoku jonë shumë i nderuam, Dr. Faruk Sabit Sinanin, Allah e shpërbleft, ja Rabbel Alemin, ka gjetë kohë dhe vullnet edhe dashni me ardhë që këtë gjuma me na e kry ta më qyshe lyperendi dhe regulli. Të dashurit e mi, Zoti ka më në animu, unë i lodh jam shumë, por mu dorëzu nuk dorëzona. Me emër të Allahut, me Allahun para. Ju e dini sloganin e xhamis Shqipolit, me Allahun, të Allahu prej Allahut. Zoti ka më në animu. E me emër të Allahut, na inshallah nesër kena dakordans edhe me këshillin, hoxha Ekrem, Allah shpërbleft, ju ka bot falat të gjithve,
edhe me xhamatin tonë që 3 gjuma e kemi vënu postocin ekskluziv për me renovu xhamin. Na dojna mja që na pika e fillojmë, pika mushet pusi që thot populli. Diçka tjetër du më ju thonë, postocin e qesëm, sa të bëhen, le të bëhen, na me rëndësi kena me nisë. Zoti komë në animu, inshallah deri në natë taravive me kry. Jo, xhamia ju nështë e modë, në nëzame pjesën tjetër, që të pjesën e vjetër do në mja nisë me renovu, Zoti në animuft. Po, qka është më rëndësi, këtu përdu me përshëndet në emrin tem, dhe në emrin e gjithë juve, një iniciativë, cilën e ka nisë një grup vëllezërsh tonë, të gjithë këta djemë, babalarët e tyne janë në ahiret. E të gjithë ata babalarët e tyne kanë qenë shokë të Bacit Selim, shokut tonë, xhamatit tonë. Du me përshëndet ekskluziv iniciatorin e një iniciative të bukur, ata nuk kanë kërku prej neve mjetë financiare, po kanë kërku dua. E iniciative të tyne më ka pëlqy diçka e jashtëzakonshme. Pe lexoj, shiko që më ka shkru. Ai nuk më ka thonë në medalë të me kallëzu, po unë e mora vetë guximin me e kallëzu çka kanë vepru. Kjo iniciativë është e jashtëzakonshme e Shqipol New City, unë e quaj. Me plot kuptimin e fjalës, Shqipol i ri me iniciativa të reja, të i dalin krah, vllau, shoku, kojshiut. Selamu alaikum hoxhi nderuam, deshta me ju përkujtu që sot në namazën e xumas, nëse keni mundësi thot, me lut Allahun për një iniciativë bamirësie që kemi fillu këtë ditë. Djali thot i Hasan Mehiqit Fidaimi e ka strehu kojshin e vetë në shtëpinë e tij. Kur kemi dëgju për këtë rast, unë thot Gjevdeti djali Mustafës, Mustafa rahmetullah alejhi ka qenë i ekzekutum edhe i zhdukum për forcave serbe, ju e dini. Thot bashkë me Vedatin, djalin e Veselit, Vedati bashkë me vllazën dhe vetë, e Beharin e plot të tjerë kanë pas fol gjakun Laush për Veselin që e myti aksidentalisht ai. Edhe unë më konë shkaktar i pajtimit me Allahun, pastaj me plot dashamir të tjerë. Thot edhe me Hajzer Bajraktarin, e Hajzeri, thot edhe Lulzimi, thot djali Ahmed Bajraktarit. Edhe ky Ahmed Bajraktari ka qenë xhamatlijun, ju kujtohet, e pa të myt mas namazit të jacis njani prej qabrës, edhe ma pa të falë gjakun Avdyli djali i tina. Këta djemë të pësheni, të enë bashkë në banë, që sa bukur e ka thonë këtë, se po më nalë telefoni, veç një qast, thot, jemi organizu, thot, me iniciativen tonë, këti kojshis tonë, thot, me jam aruni një shpi. Me ndimin e bashkëdhëtarëve, kojshive, në diasporë, dashamirëve, disa firmave të Shqipolit, po dhe të Mitrovicës, kemi fillu me ndërtu një shtëpi të re, desha thot vetë me i falenderu të gjithë që kanë kontribu këtë projekt, kurse unë thot pej teje e pej xhamatit të në lypi, dua me bo që me na mundësu, Allahu me finalizu. O Allah mundësaja, o Allah mundësaja. E kjo është mrekullueshme Sale, se i kryetari Shqipolit. Kjo është mrekullueshme, kur djemë të thanë, të ri, se cili është më i ri se 30 vjeç, e morë këtë iniciativë edhe e strehojnë një njeri i cili ka nevojë për këtë shtëpi. Allah i shpërbleft të gjithë, e ne i përkrahemi me dua dhe me lutje. Zoti i shpërbleft, Allahu Akbar. Kjo është e mrekullueshme, u emocionova për këtë iniciativë, kur kjo rini e bukur, më e re se 30 vjeç, merr kësi iniciativa shmyrë shoqërore, 4-5 shok, unë jam i bindur se hajri i madh këtë popull pepret. Me ka që përfundoj, neve nisma junë, në qofte hajrit, nesër për fillojmi me amën Zotit Gjelle Gjelaluhu, dojna me renovu qitë pjesën e vjetër, e ju, mos pritani, 5 cente, 50 cente, 50 euro, sa ti keni mundësi të juja, se me amën Zotit, kome në mbet, e dini vlazën, se këtu kanë punu prej Ibrahim Selacit, e Mursel Vlahis, e Saleh Lubavecit, e Agji Muharremin që kena këtu, e plët burra tjerë që mos të i harrojmë, sepse nëse unë i harroj, është Allahu që o ma kana rabbuke nësija. Zoti nuk harran, ati kuf shumë falë. Selamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuhu, hydëve të këndshme, nga vlau dhe shoku ju. A ju kujtohet sa doa të kena po për këtë burë? Ku kanë të lu me shpirt,
Ky trupin anë ka pas shpirtin kënej. Veç edhe unë goti çashto, fërtivesh më shkurt. Më shkurt. Zoti komë na ndihmo. Amin. Lodhje po dorëzimia. Zoti komë na ndihmo. Selamu alejkum wa rahmatullahi.